Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në qendrën spitalore Nën Tereza në Tiranë. Mjeku kardiolog Edvin Prifti, 39 vjeç, është goditur me grushta nga një person i cili rezulton të jetë djali një pacienti që nuk kishte mundur të mbijetonte një ndërhyrje kirurgjikale dhe kishte ndëruar jetë një ditë pas saj. Viktima ishte në gjendje shumë të rëndë, ku i është nënshtruar operacionit. Përpara se ai të operojë, janë bërë të gjitha dokumentat përkatës, të cilat janë firmosur edhe nga vetë familjarët. Por djali i tij, pasi ka marrë vesh për vdekjen e të atit, ka hyrë në ambientet e kardiokirurgjisë, madje deri në sallën e operacionit, ku ka sulmuar mjekun Prifti dhe një pjesë të personelit mjekësor. Ngjarja e rëndë ka shokuar të gjithë stafin mjekësor dhe ka shkaktuar panik mes tyre. Forcat e policisë kanë ndërhyrë pas sinjalizimit duke ndaluar agresorin. Një ngjarje skandaloze e kanë cilësuar mjekët e këtij reparti, dhunimin e kolegëve të tyre. Fatkeqësisht ky nuk është rasti i parë i dhunimit të bluzave të bardha. Pak kohë më parë, i afërmi një tjetër pacienti goditi me thik shefin e kardiokirurgjisë Ali Refatllarin. Pas plagosjes së tij, bluzat e bardha të QSUT-s zhvilluan edhe një protestë ku kërkuan më tepër mbrojtje në ushtrimin e detyrës së tyre. Por rasti i dhunimit të mjekut Prifti tregon se në këtë drejtim nuk është bërë asgjë.